Kulla në Imarë golemizohet edhe jugu. Kemi pik tjetër, që do kemi shumë shkurt këse, për shkak se zgjatëm 20 minuta në këtë moment dhe kemi dhe 2 çështje tjera të kjo pjesë. Të nderuar të shikues, ju e dini tani që golemi, Shqipëria mund të mburet dhe mund të thotë fjalë të mira për Bregdetin që ne kemi, por nëse për shembull edhe pjesa tjetër që ka mbetur gjysmë virgjër apo e virgjër mund të themi, golemizohet, bëhet si golemi, do të thotë që ty bëhet një geto që nuk ka më vlerë në... Por ç'po ndodh? Zonja Xama, kullat mbritën dhe në Bregdetin e Jugut, konkretisht në Potam të Imarës, që është ngjitur me Imarën, me sa di unë, sepse kam qenë aty disa herë. 2 minuta në këmbë. Sa kulla janë miratuar, kush i ndërton dhe nga vinë parat. Këtu jemi në Imarë. Ajo është në Potam ku kemi qenë aty ku është i ftohtë. Jo, kjo është bregu i asaj. Kjo është Potami. Potami, ky është Potami. Imara është Potam. Te shkëmbi e tutje. Potami është tu. Te shkëmbi dhe tutje është Imara. Këtej është. Po pra, këtu është ai ku vinim shpesh në Po, Potami, po. Ju keni shkuar te mos e shku te Jorgo Goro, apo jo? Jo Goro, jo. Ai tjetri pra që Beleri aty e kishte lokalet. Te Beleri e kishte për ta Andre. Beleri e ka matan. Këtu. Beleri e ka afër qendrës. Këtu nuk e ka më. Jo, tjetër, jo të jo sushi. Ti e ngatron me sushi. Jo, sushi është në afër qendrës, afër bashkisë. Kurse kjo është lagja Potami. Po pra ku është ujë ftohtë tani që është ftohet edhe ujë detit për shkak të ujrave që dalin. Ajo është në fund. Dhe aty është një si resort i mirë. Është Raposi. Për reklam, po. Ngjitur me Raposin, po nuk i bëjmë reklam. A e shef të këtu, kjo objekti, këtu. Pra aty është. Këtu më poshtë kësaj. Për çfarë do ndërtohet tani këtu, Ola? 6 kulla, apo 4 kulla, ndjesë. 4 kulla me 16 kate, mbi tokë dhe 4 kate nën tokë. Kjo ka një problem edhe nga ana estetike, sepse stënon, po të kesh parasysh tendencën e zhvillimit që ka Imara me përjashtim të një pallatit kuq. Njëjti njëri i bën këto të gjitha, po. Dhe ka një kontradikt shumë të madhe, po. Kullat. Ai që jep vizionin e njëjti është gjithmonë. Jo, kryetari KKT-s. Kryetari KKT-s. Unë po them kush e bën shumë vite përpara. U ndërtuan ja 2 peskatësh atje në Himar, edhe u bë problemi më madh sepse në Himar ndërtohet pallat peskatësh, Koçko Gdhima ndërton atë. 9 katësh më duket. Dhe ishte 2 9 katësh. Është ai matan brenda Himarës, brenda Himarës. Brenda bashkia, pa shkuar. Të ndërtosh 16 kate në një Bregdet që ti e konsideron Bregdet edhe luksi, që do kishte ndërtesa të vogla. Do kishte hapësirë më të madhe. Je kontradiktor që po përqafon. Dhe vijon nga këtu, vijon dhe në Sarand, edhe me kullën Sarand. Pra gjithë pjesën e jugut do fillojnë kullat e larta. Kam që ka interes të madh për blerje në Bregdet. Në Sarand kanë blerë dhe shumë të huaj, është e vërtet. Dhe çuditërisht vëre sot unë, nga që lëviz shumë në Këmbë Bushat, dhe veçanërisht në Tiranë, s'po flas në Durrës për shembull, që për shembull një ditë, një të diel, pa shumë izraelit të panumur në Bregdet. Kanë ardhur këtu se është dhe lufta, po në Tiranë, për shembull, ka vetëm të huaj. Po në Bregdet, blenë shumë njerëz të huaj? Nuk kemi statistika për këto. Për shembull, ka shumë probleme dhe në raportimet që bën Banka e Shqipërisë lidhur me investimet e huaja në blerjen e pasurive të patundshme, sepse që të klasifikohesh investitori huaj do duhet të jesh kompani. Tani në lejet që je për kulla, Këshilli Kombëtar i Territorit, unë nuk kam parë, domethënë kam parë gjithsej vetëm 3 leje ku ka bashkë aksioner të huaj. Jo që t'jetë 100% kompani e huaj. Ke dëgjuar ndonjëherë ndonjë kompani e huaj që të vinë në Shqipëri dhe të ndërtoj kull, të ndërtoj hotel, ne marrim me qira, emrat e hoteleve të huaja. Nuk kemi asnjëherë investitor të huaj. Dhe thuhet që janë 500 milion euro. Tani, praktikisht, edhe këto 500 milion euro që kanë ardhur në vitin 2025 dhe klasifikohen si të ardhura për të financuar real estate ndërtimin në Shqipëri, pra për kontratat e porosive. Jo domosdoshmërisht do të thotë që janë para të pastra, se përse duhet që një i huaj të vijë dhe të blejë në Shqipëri? A është një investim që ta për sa vite ta kthen? Jo, blen. Në Sarand unë e di që blen. Polak, Ukrainas, Ukrainas ka një debat, shiko, Ylli, ka një debat të madh se kush po financon ndërtimin, kush po financon ndërtimin kush po financon ndërtimin në Tiranë. Ta mbaroj këtë se unë ngelen gjithë fjalit për gjysmë edhe pashku edhe mos më pyesni, por që atëherë ka një debat të madh, por
Me qënë se barën për të mbrojtur që ndërtimi nuk është një sken krimi dhe që ndërtimi nuk është i kapur nga krimi apo lavatriçe e pastrimit parave të pista, e ka marrë kryeministri ka dhe agjensit shtetërore, të cilat kanë dhe të dhënat si kadastra, si zyrat notariale që raportojnë çdo transakcion, tek tatime, te të gjitha, që të shojnë kartën e identitetit dhe shtetësin e blerësit. Dhe ti marrin të nxjerrin me statistika. Sa janë të huaj, sa janë shqiptar. Jo di unë 2 në Sarandë, jo di unë 3 në Tiranë, jo di unë një emigrant që ka ardhur. Kjo nuk është statistikë. Për sa kohë ty volumi i ndërtimit në vit të nxjerr në treg 8 deri në 12.000 mesatarisht apartamente të reja vetëm për Tiranën, atëherë nuk mundet dot që ne të bëjmë statistika me 3 veta, 5 raste, apo se nxjerrin një agent imobiliar në intervistë dhe thot po ka interes nga Dubai, me qënë se ka nisur lufta. Asnjë nga këto nuk qëndron. Barën e statistikave e ka në dorë qeveria. Kjo është e para. U tha fillimisht që kanë interes shqiptarët sepse ju janë mërzitur shtëpitë e vjetra. Dolën që janë 52.000 apartamente bosh, me të dhënat e censusit, sepse kur nxora unë ato të dhënat e faturimit energjisë elektrike, thanë jo se janë të vërteta, jo janë biznese, nuk është bërë ndarja në rregull. Pastaj thanë që kanë para shqiptarët edhe duan shtëpi të dyta. Doli nga statistikat e Bankës së Shqipërisë që vetëm 4% e familjeve të shqiptarëve kanë të ardhura mbi 2.000 euro në muaj. E di çfarë do të thotë kjo 4% e 730.000 familjeve veç që ka Shqipëria? Asgjë. Kjo do të thotë maksimalisht 5.000 të pasur. Po kush i ble këto 50.000 apartamente që do ndërtohen në Kulla? Pra, vetëm në Tiranë, për Kulla janë dhënë 5 metra katror. Paguem mirë, jetoj mirë. 5 milion. Pjesim për 100 metra katror një apartamenti, i bie 50.000 apartamente. Të duhen 50.000 të pasur që të blen një apartament 500.000 deri në 1 milion Nuk e blen dot. Jo, po zonja Karçanaj kishte 3. Jo, nuk e blet dot. Janë dhe parat ku po të dalin edhe të korrupsionit, ma japin o zotëri. Kush po ndërton në Shqipëri? Parat e korrupsionit që financojnë. Ishte visi pojës në zonën e Farkës, në tokë që kishin marrë fshatarët, i kishin bërë sikur pjesa kryesore e turizmit shqiptar. Kush i bën këto kullat? Kullat në Himar është kompania Eldino SHPK, ku pronare është një 23 vjeçare, Gabriela Dino, është ekonomiste, rezulton me pak 60.000 lekë në vit. Gabriela Dino, rezulton që tjetë pronare. Gabriela. Gabriela, Jo, shumë në rregull e thash. Jo, në rregull. Mos kërko tani Ylli. Edhe ndoshta kam filluar të mos dëgjoj mirë unë. Ylli, mos kërko që në këtë moment kush është mbrapa kullave. Po Ka momenti që del leja. Gabriela që thot kjo tani është 23 vjeç. Po dorot vje ekskavatori, më burd. Ajo është te dokumentat. Qa thamë në ideri tani? Pra vjen i pari, bën gati letra. Vjen i dyti nxjerr leja. Gabriela është deri tani. Nuk e dim. Dhe kjo kompani është edhe bashkë aksionere dhe në një projekt për të ndërtuar 7 kullat jo, 6 kulla, 17 katëshe tek Diga Liçenit të Tiranës bashkë me një kompani Building SHPK. Nuk është problemi kush ndërton kullat. Veç atyre 6 që mblidhen kështu si... Ylli, më fal. Që mblidhen në këtë mënyrë ka dhe... Ka dhe një linjë ndërtimi për kulla në Tiranë. Dhe 7 tjera aty. Po, është bashkë ortake me një tjetër kompani. Që aty më mirë të prishin digën pasaj, se s'kalon më ujë.